kur unë as numrin e telefonit nuk ja kam. Ha? Më thuj pak mu, ti që je i pafajshëm. Më thuj pak, pse më shoku? Ti del aty me më tregu mu se kam Ferrari, kam Lamborghini, del me Tiranës, del këtë dushë, shok thash, se ta kam thënë edhe më por nuk ka kush gja me ty. Me pas me ty, a di sa i vogël jeti mu kap. Sa se ke idejnë. Në një portat e publikut, se i njofi njerëzit kush je, sa prove, sa historike e qa kemi supet, njofi njerëzit. Bigjos, li, hajdut, del në TikTok, sha njerëzit me rap, ta shi ma shumë, nuk e di se qa keti. Kështu që mas të qa ma gjatë, kush jam unë e kush jeti. Se kam hy për me i kthy lekt e njerëzve mra, pas si që i ke marrë ti, kur e ke marrë vesht, që do t'ju bajt denancim. Ke hy me vrap i ke marrë lekt mra. I thanë që paktën lekt e mija mos të djegen, punë e madhe për ato që kena pas me nda, u ba, hajt. Ke hy ke marrë lekt e tuja me vrap mra. Ndeni këto filmat, që e të bati, janë filma kështu i kena pa ka herë, që fëmi. Që që rrim punë tane, që ose i pa fajshëm, si që thu vedit, del me prova, edhe thu jam i pa fajshëm. Jo, kërken. Kërkosh live herë. Se s'kam hi me ba kërken politik ma s'ken ova, du me s'shauri këtë ma bete me ik punë teme. Nuk du kërken live. Kështu po të thot e li ty. Ti që i thu vedit i pa fajshëm, me gjithë semin tanë, unë po të them që nuk je i pa fajshëm. As ti, as semi. Keni ba 1100 gofondi, keni vjell këta lek vetë. Me i këtë skem që e batë këtu, jeni duk bukur, ma parë, se se kanë kuptu njerëzit, të shtu e qoj zoti më ardhë me ju has sharë angosht e unë, edhe sot tërboheni, nxirrni dhoj fjallësh, dhoj muhabetash, i bani jeli këthej, nuk mundeni me hell hi syve të poplit, me hell një mu sa doni. Njerëzit i shonë jam të hell tana me prova, edhe kam shumë ma shumë. I kam mrujt, i kam lanë se thash kjo vajza, do i kthejnë lek mrapa, do ikin punë vetë, që mos merë mamet e. Po këtë vajzën, ju jeni të e marrë në qafë. Ti, edhe Semi, jeni të e marrë në qafë, se jeni duke e mësu shumë gabim. Qoja mamit ato, ti, bondi, qoja mamit ato, fjonxhet, bani blok i ti. A kuptove? Ju për e mësoni jeni të e marrë në qafë, unë du të them edhe këtë tjetërën. Këto publikisht, ta din gjithkush. Unë kam hy në këtë punë me marrë lek të poplit mrapa. Unë nuk kam asnjë përgjegjësi për pranveren. Unë nuk maj asnjë lloj përgjegjësie. Çohet ajo pret damart e vet. Pin 10 hapa, pin 7. E bën rolin e depresionit. E bën rolin se do vras veten. Këto rolet unë nuk kam asnjë përgjegjësi që ta din publikisht, ta din gjithkush, me shtet, me njerëz, me publik, me secilin. Unë thjesht kam kërku lek të poplit të kthehen mrapa. Unë s'kam gja personalisht me atë vajzë drejt për drejt. Unë s'kam gja, aja më ka armë, ka mashtru, mu s'ka gja, unë ja kam falë. Unë s'kam gja me figurën asaj, as du të hell figurën asaj poshtë, as kam as i lloj përgjegjësie për atë femën. Që ta dini sot të mrapa, aja për mu, vrasit vetit bëjnë qatë të dojnë. Qatë të dojnë e të bëjnë. Unë nuk maj as një lloj përgjegjësie. Përgjegjësia që do që të ketë ajo femën sot e mrapa, është Alex Visha edhe të Sami Sejdaj. Të Sami Sejdaj edhe të Alex Visha. Unë nuk kam as i përgjegjësi. Unë jam këtu me të regu ku kanë shku lekt e popullit që unë kam dalë 10 orë të ja kërku popullit ato lekt. Unë asë i gjatë tjetër s'kam ato njerëz. Ato ndashtë i hanë, ndashtë i kthejnë lekt, e din ato, ne po ja kërkoj me këthy lekt mrapa edhe kaq. Të shikto, se si i kanë planet, se unë e kuptoj edhe pjesën tjetër që thot, po të shna publik të shisët këshije nga ba, ma mirë po i majmë lekt nuk po i kthejmë. Ekziston edhe kjo
pjesa tjetër. Për mu e din ata. E din ata se në çfarë spitalësh janë, ku janë. Nuk e di çfarë biopsijet po pret ky Alex Visha se biopsia është bë, është e qartë, është hell. Është me letra, e keni me dokumenta, e keni me krejt. Se cilën biopsi e turprit ti o shok, nuk e di, e din ti. Se ta thash edhe herë, don me i dal kësaj gjaje disi, po nuk i dilet kështu. Tu ke sha, e tu i bë gangsterin për në hotele luksoze, se normal luksozës dihet puna se si jeton ti në për hotele luksoze, por kisha sugjeru që tërhiqu, sa nuk është vonë. Kaç. Merri ato eskorta që të kanë ardhur dhe jeni të bë plane, jo më tha kështu, më tha ashtu, për mu nuk ka asnjë lloj gjaje. Për mu unë nuk të tremem fare ty, as pranvers, as asaj Geraldës, as motrës. Unë e di veten, unë i kam ndihmu me shpirt, me zemër, i kam fut në shtëpi, ju kam dhënë buk, ju kam dhënë ilaçe, ju kam dhënë doktor, i kam prit, i kam qit, kanë ik me vrap se keni ardhur i keni marrë ju. Se ju keni pas synimin lekt. Nuk keni pas synim shtetësijet. Edhe kjo është funi. Këtë keni ba, këtë prapë po doni me hell hi syve të njerëzve. Unë po ju tham, më leni rahat, se kam shumë më shumë, ma mirë mos të nxjerrë çdo gjë. Ma mirë për ju, mbylleni këtë muhabet, ktheheni lek njerëzve, edhe unë shkoj në punë teme, ju jeni në punë tuaj. Nuk kam punë, as ju përmeni ma asnjë, as Aleksin, as atë plakun Matuf. Këto familjarët, jo. Jo e jo. Leni ti ato do i hapi $1 milion, se kush ta hedhin ty $100 shmrapën, ju thaf dora. E kush dojnë me hedh lek për bigjozin tanë, ti hape 1 milion, e hape 3 milion ti për mu, go fondin. Po ajo nuk ka nevoj për lek. Ose nej puna ka shkru aty, thot, na kanë bë, thot, siguracioni inshuranca falsë, thot, për me marrë lekt. Shtëgojët e ku arrin puna. O njerëz, kush jeton në Amerikë, jeton në këtë vend, o njerëz, kush jeton i tu, se këta të paditurit e Dubajt është tjetër. Kur shkon në një emergency hospital, cilin do në New York City, hyn në emergency, flasim spital shtetënor, që ka emergency të hapun. Hyn në emergency, ke letra, s'ke letra, ke dokument, s'ke dokument, ato të marrin, sepse është me ligj, mos me të kthy mrapa. Kush jeton në Amerikë, ku jetoj unë, kush jeton në New York, ku jetoj unë, nëse jam të rrejt, dilni aty live e më të rëmthuni, jetu rrejt. Shkon në emergency room të marrin. Emergencia i dha me pasaportën e vajzës. A keni insurance? Jo, s'kemi, kemi lek. Ja kam thënë, sa kena hyn der të spitalit. O zotëriza, nuk ka pun lek shtu. A keni insurance? Nuk kemi. Okej. E shtrum me zër, se thot, a jam, a i me atë shoqnin e vetë kanë deshme. Unë kam ba, se po, kam pas i njëri që punon në presbyterian, edhe e kam ba, aman e vla, si me a ba me e futi këtë njëri, se është me pasaport shqiptare, është në halla të dek. Të shi ajo dele thot, e lidhët me shoqnin e vetë. Shoqni, ajo asë të ka patë për sot, që unë e kam fut për 6 orë, e kam shtru në spital. Kemi hynë në spital, mas 6 orëve ashtru, kemi shku në dhomë. Doktori vetë, ka ardhën, ka thënë, gjë këtu zëtëri. E mora se ja të regova historinë, i thosh shukshu, është ba një gofond, janë ka shlek për transplantin, se unë gjithë një, me një eme kësoj duhet transplant. Edhe i thot, në gjë, thot, transplanti thot, nuk është ashtë sa keni ju në gofond, mund t'jenë ma pak, mund t'jenë edhe ma shumë, por të duen $3 milion garanci. Jo që ti moj, tha unë bilu, u bëna nervoz, me thash, wow, nga për i zjarë të numër, ti thash, $3 milion, në nërojmë zemrën, qa po thu?
Tha, jo, tham, keq kuptove, tha, duhen garanci, që ty për shamo do vish të do thush, okej, unë I kam 3 milion dolar në bank, edhe vazhdoj me këto lek që janë nga GoFondi. Na lu kjo pjesa, ne do bëjmë, tha, të gjitha analizat, pastaj do ta marrim vendimin më vonë, ta shohim. Por në këtë kohë, tha, ne si spital, muna me bë një emergency insurance, një siguracion emergjencie, që ta jep spitali, për vajzën që është shtruar në spital, për gjelpanat, për serumet, për analizat. Kjo insurance ta timulon neje në vajzë 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë sa të rinë në spital. Edhe unë thash po, pse jo? Pse mos me jarujt, se ne po presim për transplant me harxhu lek, nësë po presim me hi me prek lek të GoFondit për seruma. Po thash, shumë mirë, faleminderit, tu e falenderu doktorën, edhe u bë ajo siguracion, çdo dokument është për spitalin. Tashi, unë mundova, po të njëjtin spital, të fol me ato që, okej, thash, edhe në qoftë se nesër, mas nesër, ka nevojë për transplantin. Si mund t'ja bëjmë, thash, që kjo, ike mos ma qoni live-in së më shment. Si mund t'ja bëjmë? E bëni apostafat ju këtë pjesë, po hajnë. Edhe unë I thash doktorit prap, edhe thash, si mund t'ja bëjmë, thash, në qoftë se kjo vajzë nesër ka nevojë për transplant. A ka një rrugë dalje që siguracioni më amullu çdo gjë. Ta shohim a mund ta bëjmë, tha doktori, po nuk e mendoj. Gjithsesi tha të presim biopsin që të vinë ta shohim tamam se çka ka vajza. Okej. Kaq ishte e gjithë. Biseda nëpërmjet mejet, Suada, motra e kësaj mashtrueses, edhe kjo mashtruesja aty e shtrime në shtrat. Gjitha këto biseda janë bë në dhomë, ku pranvera ishte e shtruar, dhoma ka kamerë, mi televizor, kamera është me za. Që do të filloj edhe unë tash më marr me denancime, se kjo po ban mua dhe përsen aty do të denancoj, thot. Nuk mund denancosh ti mu për fjalën e lirë, shko denanco sa dush, po zonjush, nuk jetojmë në Arabi Saudite me princat, me eskortat e Arabis. Kush I hegu këta komentet, mos I heq. Ose si dush. Nuk jetoj në Arabi unë atje, ku menon ti, po jetoj në Amerikë, ku është drejta liri e drejta fjalës. Unë flas çfarë du. Edhe nuk më nalon ti me denancimet e tuja, mund të bësh denancime sa të dush. Sa të dush të ik, ban për ditë, ik flajt të dera policisë, mu s'ka që mbënë e policia jote. Ta garantoj këtu, ta tham këtu troq. Unë hyj të ashirë shaj, du me shaj presidentin e Amerikës, edhe du me dhanë që presidenti e Amerikës është rënë cak, rënë, na ka prish Amerikën. Ik të ashim bën denancim. Shko, edhe s'manin hiq. Okej? Nuk jemi në këto, në Arabi, ku jem suti, të të shkel me kam, ku jem suti, me të majtë gojën myllën, këtu jemi në Amerikë, ka drejt çdo kush me fol e me tregu gjanat e vërteta. Unë as po të kërcenoj, as po të bëj presion, as po të shaj, që ti e meriton shumë me shaj, as po të përnjek, as po të vi mrapa, as po merrem me ty. Thjesht, unë po të them, siç ta kam thënë ditën e parë, kthej lek mrapa njerëzve, sepse je mashtruese. Ti me grupin tanë të strukturuar. Kaq, ta kam thënë atë fjalë ditën e parë, që kam ardhur te spitali, e din të shumë mirë. Kam thënë, jepi lek njerëzve, mos ta çoj manej. Thash, kam shumë ingjëzime, kam shumë për ty me zjarr, po jam të munu me të rujt sa do pak nerin, që ti nuk pas ke ner fare. Jam të munu sa do pak mos me... Ta thash edhe herë, nuk du që nesër të pish 20 aspirina prej mejet, po shko të pish ato aspirina prej Samit edhe prej Aleksit. Edhe po të tregoj drejt, kjo është të mnalu, jam të rujt veten për këtë gjë.
Se e di që ty të ka ardhë funi, nuk kesim ja dalë në ishe, vetëm me do story të pistat rame, edhe më vjen shumë keq për ty. Nuk e kam thënë kur që nuk mund t'i ishe e smur, që nuk mund t'i shken e smur. Nuk e vej ndyshim atë pjesë, unë nuk të njef Aleksi me Geraldin që jeni ba grup në Turqi, atje ku keni shku. Ju njohin ato, grupi juj. A kupton? Unë nuk të njef. Unë kam hymet një mu, me shpirt në zemër, për mashtrimet e tuja. Të sa e kanë e smur, sa si e kanë ti për para, unë nuk mund të thamë që nuk e kanë e smur. Unë thamë vetëm fjallin doktorit tem këtu në Amerikë, ti Amerikanit, ti me... Okej? Kjo që doli dhe tha kështu. Ti, del, falsifiko, bët qatë dush, bë letra, raj, del qaj me lot krokodilit, bët dhe me kësi smunesh me hec, morem vu me në karroc, me qunë spital se thoshe smune me hec, ku më del të mbajt karroc e valigje një në të ikë me vrap. Të shi, unë s'di se qa të thamë ty, unë nuk di se qa smunjet keti. është funi, nuk di që thëmë, është funi, për zotën. Ora qatë dush të ujë, Elja i keqë, Elja i kështo, po mu s'ma fut, në ke, jeni njës me një qëllim të njeriu i gabum. Kaq, unë kam pas shok, mi që kanë hap GoFundin e to, që ku e keni, Nikolin Dodën, tanë e keni pa për para me mu. E ka GoFundin hapun, të është 2 muj. E kam thënë, ja, unë s'hy. Jo më shok, jenë në Amerikë. Shko në spital, mos paq lek, ta për të majnë ata, të paguin vetë ta. Nuk jam Aleksi, as Sami Dubai. Kam hy me një mu, se kam menu jetë të vdek. Ti pas e kanë mashtrusja më në botë, bile pak të një thotë, o vla, kam nevojë, thotë se s'kam buk me hangër, s'kam lek me pagu që janë në shpis, jam i smur, është i smur, për i men. Jam i smur, du me hangër buk, po ti vjen këto e thu, du me hangër për im, mamin e babin e këtë e atë, e dhe me vjen $450,000, well, 300 e sa mi, se ata pjesën që ka hedhe Aleksi, ato i keni pas marveshje që do hedhe i kaq, do marrë lek të mija, pas të tjera do i ndajmë. I diju në këto strukturat. Kur thoni mastaj që po vajza ka kënë të spital, më falë një, se jam shumë, s'dija sun ku jam. Vajza ka dollë televizor, dhët të kërku njim. Po, ka dollë televizor. Edhe është gabimi jem, se atë natë që hyna GoFund, më qunë me telefon, isha kështu hangover, kisha dali na gjithë natën jashtë me shok, edhe u qova hyna me verifikua shumë, kur e pash të jeta o qefe, e pash gjithë kënë tash, okej, go, let's go, hajtë të animojmë. Kanë dalë në televizor, atë të thot, sa kimi terapi, ke pas me bat, 3. Okej. Pas ta i thot, për sa bane 9. Bana 9. Okej. Ga 3 shku 9. Në fund thot, na duen lek, se zban, se vajza është gratë funit, pak dit, është e maru me në qofë se nuk bat transplanti. Televizor është kjo. Me ata fjallë, o që shumë gjithë imlo me lek të transplantit. Po mirë më dhatë, qofë se transplanti është për të ba atje. Ku e more këtë forcë mu shumë me vu paruke, me hyp avionit, marrë në Amerikë, me 7 valigje. 7 valigje, do t'i shifë një mra, pa ne kam me video. Erdhe në Amerikë, mu më bashë si kur jam e lo, nuk mune me ecë. Ku e more vë tonë këtë forcë? Kur të shohë me në spital, u tërbove, mas që doktori tha i në regull, do me thënë lujt e mensh, sot kam kundërshtare, unë jam qu me dhanë buk, tim ke gjyt me gur. Unë kam marrë kam dhanë buk, tim ke gjyt me gur. Ta shte, ku dalim na? Si ta regullojmë këtë më bërë? Më thuj ti mu.
Më thoj ti mu. Se unë kam... Po jam në zero, se tash unë jam të kam një javë në Amerikë, të lutem, kam një që që bërë 4 prish. Po, ti po prishesh me një njeri shumë ka... Ju po me një fytyrë, unë nuk të kam përgjë. Unë nuk të kam përgjë. Po mu për përgjë Shqipëria ka në lekë të gofondit, my god. Meri. Nuk i duhen se duhen gja mu, lekë të tuja, nuk e lekë të mija to. Bëje deklaratë. Unë për atër po të ti s'po në alen me sharu njerëzit. Pse nuk bëhe Ti s'po në alen me sharu njerëzit. Kush nuk Ti nuk po në alen me sharu njerëzit, mua të në vëdas du me të folë. Kam fut kru, kam fut fmi, kam fut avokata, kam pagu lek për ty. Gjitha e kam ba. Tim ban mu, tim thu mu që unë s'jam as kusht, po s'kam nevoj për lek të tuja. Po ti nuk ti qaka shumë mos me njo, se po vjen shumë keq. Po me vjen shumë keq për këtë pjesë edhe me beso. Ti qetur njeriun e gabuar me jabab të lojna. Por të betohem në kopë të 4 fmive. Unë jam njeriun shumë i gabu me bab të shabab të ti. Pra Mera e ka pjer lekët dhe o njerëz me një lekët mbrap. Si? Në gjove që tha. Ti dilë tha bëj deklarat që pranvera e ka vjell leket edhe... A kupton? Dile bëj deklarat. S'ke shans të bëj deklancim të fus për... Bëj deklarat. Po jo më se s'ke shans me vjell lekti. Po s'ke shans me... O, e di ku shemë. Bëj deklarat. O, e jam bjellë sami, se unë jam rritë vëllë dhe botë. Po s'ke shans e ti me fejtalu njerëzve. Unë e di se qa, po të e gjitha cik në cik më apo. Të gjitha të jep shmë apo. Të jep se të bëj shtetin e apo. Po drejton ti. Në regu. Unë se drejtoj të qeke shumë njeri poshte, të qeke shumë njeri të mos bestuese, të qeke njeri, të lutë më e disa që s'u qaj e këshumër, për ta e Kam nuk të pari qaj njeri. Ora, qa flet ti më? E po të vitë një ore. Ose të pari Shkujtë një use e një. Unë ju marrë marë nga Shqipëria në mëjërë, me ke flit një, me ke të një mutalë jure, me mu. Me mu të një mutalë ju mëre. Kush e një ore, hajdu da Shqipëria të një marrë mu me vjallë mu. Gjejlën, ke 24 orë me këtu gjitha lekë shqiptarëve mrapa. Kaq, unë as i fjallë t'i vëshka. Unë do dalë të sërbet nga këtë spital, jo është? Do të shqarë gjithë njerëzit, me telefonatat, me pasal ju ja dini dikuj për njerë. Unë kam lafë fmitë e minë rrugë për ju. Kushtë të ta që s'ta dim për njerë? Ju dini për njerë, si gjatë të turën i mund, kam marrë gaja vjetë, kam për spitali ma të mirë të botës. Kam për spitali ma të mirë të botës. Ti vjenë më tu mu, nuk kam basi gjatë, ti vjenë më tu është mu më kërë. Kjo është edhe dita kur ajo thot Elim ka kërcënu, Elim ka marrë zvarë, se që thot e djetë diçka. Kjo është dita e fundit që ndole për mirë pashim, thash. Ju keni më këthy tëna lek shqiptarëve cik, ose do t'ju fusë në burg. Edhe ajo thot që këtë ditën e ka marrë, si qatë ta marrë shumë nuk e dhja. Kishta dash që të myllët kjo punë, kërë t'i kthejnë ato lekët, më lajnë rahat. Edhe t'i vem ka pak kësaj punë. Se nuk du as me pa as njeri keq, më thonë drejtë. Kam hy për mirë, kam hy me u ba njerë, kam hy me një mu, më doli keq. Unë e kam pas për detyrë me... me i bak të gjana publike, sepse nuk kam mujt me i lan me vjall lek të dërnjas, se unë kam dalë aty 10 orë të i kërku tanë shoqnis teme, tanë njerëzve të mi, aman hajden e një mojni, hell një 5 euro, hell një 100 euro, hell një 20 euro, aman hajden se kjo vajtë s'ka nevoj. Edhe kanë orë shumë njerëz të mi, shoqnije, njerëzve kushëje, dhoj njerëzish kanë arë që i kam thirë dhe kanë hell lek, të shumë nuk musha me elan. Këta njerëz me i vjallet e lek e mush duk.
Megjithse kisha pas qef dëshirë që të myllet kjo muhabet, se nuk kam kohë mo as durim, jam shumë i stresum me këtë gjë, se del për ditë ka i gjari, për ditë mundohen, jo kështu, jo tha kjo, njerëz, unë i kam çdo gjë me prova. Mos u mundoni kot, mos u mundoni me i dal kot manet, jo bani ai, bani ky, jo ky kështu, jo ky ka i vip, ky ka i vip, jo ky shaje me rë, pas shaje me nan. O shok, unë i kam gjanat me prova. Ja u kam dhanë me prova, ja u kam dhanë me telefonata, me doktor. Ja u tregova edhe fotot, se nuk du me zjarë video, sa është video krejt. Fotot, zënjusha e smur me 2 valigje, unë e li me zori qaj, aja me 2 pikat vrapit të i fut në makinë. Me karrocë mirë, shumë krah, për shkallash me vrap. Jo tregova tana, kam edhe shumë gjana tjera, kam edhe kështu ingjëzime tjera, kam edhe ingjëzimin tjetër që nana vetë do ikim Shqipëri, se do ikim atje, se tash s'kemi pse rrimo këtu, se ne na u mor ftyra nga TikToku, njëna tjetër, me thonë ti se je smur, ke hallin e TikTokut, ke hallin e njerëzve, nuk ke hallin e smunjes. Shkurt edhe shqip, po jo them për herë të funit, gjithë kjo gjë po bëhet mu marrë lekt, sepse lekt nuk janë marrë, ose të shinoshtë edhe kanë kalu. Po deri atë ditë, lekt nuk janë marrë. Këta doshin letra spitalit. Letrat e spitalit me i marrë, me i scan e me aqu GoFundit, sepse GoFundit nuk ju transferohet në bank këtyne, pa ato letra. Ato letra i ka marrë unë. Këtu në New York, nuk i kanë ato. Discharge-in letrat i kam unë. Edhe u tërbun, pse ky njeri po i merr gjitha gjanat tona, pse se unë du të shoh ç'ashtu u bë. Edhe kjo ishte pjesa që u çun, u mësun mirë, edhe janë duke u mësu mirë nga këta gangot. Muren, ju erdhë makinë, erdhën gjanat, ikën, kanë shku direkt nga shtëpia në një emergency room tjetër. Pse? Direkt veç për të marrë letrën, se i duhet letra me aqu GoFundit me marrë lek. Sepse në qoftë se ato do ishin kaq të drejta, si i thojnë vetit, edhe Alex Visha po t'ishte kaq i drejt, si i thot vetit, i ban thirrje asaj vajzë, ktheu lek njerëzve mrapa, si që kam bë thirrje unë ka 5 ditë tash. Si që kam bë thirrje para se mu prish me ta, i kam thonë, unë ja kam thonë trosh, ngjo këtu me vajzë. Tash je në Amerikë, i ketana, edhe në qoftë se nesër do të duhet kjo operim, nuk ke nevojë për ato lek. Hyn, ktheu lek njerëzve mrapa. Dil në kamerë, thuj, ju falenderit, jam mirënjohëse për ju, jam shëru, nuk kam nevojë për transplantin, ju falenderoj, po të kem nevojë, do ju kërkoj prap. Prap ja kishim bë. Dil, thash, ja kam thënë, dil, hidhi lek, shtype butonin, jepe lek mrapa njerëzve. Edhe na nxjerr gjithë me faqe të bardhë, se unë du me dalë me i thënë njerëzve ku kanë shku lek, se mu po më shkruajnë njerëz për ditë. Ku është pranvera, ku janë lek, tek janë lek. Ti s'mle mu me dalë në TikTok tem, unë hell një story, hell një fotografi, ti tërbohesh shosh ik për spitalit. Po, ka dalë me. Unë duhet me i tregu njerëzve ç'a bë, se janë $250,000. Edhe arrit